Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amr ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, njeri për ulemave të brezave të artë të islamit, thot, nuk ka hap të cilën e bën njeriu në jetën e tij që sjell më shumë shpërblime dhe është më i shtrenjtë pas hapave që i bëjmë për t'i kryer farzet, sesa hapi për të vizituar farefisin, familjen. Islami, Kurani dhe Sunneti insistojnë në kujdesin për lidhjet farefisnore, për vizitën e ndërsjellët mes atyre që janë farefis, atyre që janë gjak. Ky insistim i Kuranit, i Sunnetit, i Islamit është që njerëzit me i majt bashk njëri me tjetrin, njerëzit me i majt afër njëri tjetrit, njerëzit me i bot kujdesshëm dhe të vëmendshëm për njëri tjetrin, njerëzit me i bot që t'ja kanë gajle dhe breng njëri tjetrit. Vet nuk jetohet. Po, ka dikush familje mos sjell keq, ka dikush mos me ta vlerësu, ama ne e kemi borxh dhe obligim mos sjell mirë. E kjo neve na sjell mëshirën e Allahut, bekimet e tija, jetën e komode, jetën e rehatshme në këtë botë dhe normalisht na sjell shpërblimet e larta ditën kur dalim para madhnisë së tij subhanahu wa taala. Andaj kujdes.